Një aksident rrugor është regjistruar pasditën e sotme në bulevardin kryesor të qytetit të Kavajës. Fatmirësisht ngjarja nuk ka sjell viktima ndërsa drejtuesi i mjetit është transportuar për ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ndodhi rreth orës 18 në bulevardin kryesor të qytetit të Kavajës ku në aksident janë përfshirë 2 automjete tip Golf. Sipas informacioneve paraprake, drejtuesi i mjetit ka humbur vëmendjen dhe si pasojë edhe kontrollin e automjetit duke u përplasur fillimisht me një tjetër automjet të parkuar po të njëjtit tip. Pas përplasjes automjeti është përmbysur në mes të rrugës duke shkaktuar panik te qytetarët pasi zona ku ndodhi aksidenti është një nga segmentet më të frekuentuara të qytetit. Fatmirësisht sipas informacioneve jo zyrtare automjeti nuk ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të lartë çka ka shmangur pasoja më të rënda dhe një tragjedi të mundshme. Policia e shtetit ka reaguar menjëherë duke mbërritur në vend ngjarje dhe ka kryer të gjitha procedurat standarde përfshirë njoftimin e ambulancës. Drejtuesi i mjetit është transportuar fillimisht në spitalin e Kavajës për ndihmën e parë mjekësore dhe më pas është dërguar drejt spitalit të Durrësit për një trajtim më të specializuar. Sipas informacioneve jo zyrtare, i riu me inicialet FK ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë grupi hetimor dhe strukturat e policisë së shtetit vijojnë të jenë në vend ngjarje për të sqaruar rrethana dhe shkaqet e plota të aksidenti.